Çfarë ka ndikuar tek shqiptarët që Partia Socialiste të ketë një rezultat kaq të thellë ndaj Partisë Demokratike? Problemi është që Partia Demokratike faktikisht është identifikuar vetëm me një emër. Dhe emri i saj që nga viti 1990 edhe deri më sot është Sali Berisha. Sali Berisha ka qenë partia, po të thoshje Parti Demokratike, do të thoshje Sali, dhe përjedhoj ai e ka vërtitur atë parti si ka dashur, ka bërë me të çfarë ka dashur, e ka vënë atë në shërbim të familjes tij po, madje më shumë të familjes tij, por edhe të një klani kriminal brenda asaj partie, dhe ai partinë e ka patur një mburoj, domethënë mburoj të krimeve që bënte, mburoj të vrasjeve që ka bërë, mburoj të asaj që të fshinte korrupsionin e madh që ka bërë, edhe kur nuk e ka patur një parti që t'ishte me të vërtet një parti elektorale, një parti që të frymëzonte shqiptarët, dhe një parti e cila të linte gjurmë pozitive në qeverisjen e vendit. Shqiptarët, Partinë Demokratike, dhe duke identifikuar me Sali Berishën, atë e mbajnë mend vetëm për gjërat më të zeza që ka bërë në historinë e vendit tonë. E mbajnë mend për 2 prillin e Shkodrës 1991, që sa nisi demokracia edhe që aspirimin e saj, domethënë e donte një popull i tërë, posaçërisht rinia, ai vajti vrau 4 të rinjt, vrau një ndër udhëheqësit e dhjetorit 1990 Arben Brocin, që ishte një yll i demokracisë dhe ai për interesat e veta që të vinte në pushtet me çdo kusht në 22 mars të vitit 92, i vrau atje me ndihmën e UDBA-s së Serbisë 4 vjet në Shkodër, dhe faktikisht erdhi në pushtet pastaj pas një viti që i vrau ata. Ai do mbahet mend si një vrasës i votës së lirë, fill 2 vjet, domethënë, 1 vit sa erdhi në pushtet, ai aktin e parë më të shëmtuar që bëri ishte vrasja e zgjedhjeve. Provoi në 22 korrik të vitit 1992 në pushtetin vendor, mendoi se do kishte atë rezultat që pati 3 muaj më parë në zgjedhjet parlamentare, që mori rreth 70% të votave pra 22 mars vitit 92, dhe në 26 korrik të vitit 1992 ai humbi mbi 60% fitoi e majta e kohës atyre, kam parasysh Partinë Socialiste, Partinë e Unitetit Kombëtar, të cilën e drejtoi unë, dhe Partia Social-Demokrate. Të gjithë ne morëm mbi 64% të votave dhe e mposhtëm Partinë e Berishës, domethënë PD-n e saj, pas 3 muajve që ata erdhën në pushtet. Dhe kur e pa një situatë të tillë në 92-shin, Berisha atëherë nuk I ngeli gjë tjetër, veç se ishte vrasja e votës lirë, vrasja e zgjedhjeve të lira në Shqipëri. I vrau me zgjedhjet e pjesshme që u bën në vitin 1993 në Greshic të Mallakastrës, por në mënyrë të posaçme në Libofsh të Fierit, kur bandat e tij kriminale, rrugaç të tipit Sali Lusha me shok, edhe bandit tjerë aty të kriminal, domethënë me precedent rrezikshëm kriminal, nuk I linin popullin e Libofshës të vinin të votonin, posaçërisht gratë dhe vajzat. Dhe maskarada arriti deri aty, një paturpsi, një anti-shqiptare, sa nuk mund të, domethënë nuk e pakrahasueshme në historinë e popullit dhe të kombit ton, që këta rrugaç për të mos I lënë gratë dhe vajzat vinin të votonin aty, me bindjen që ato ishin socialiste, zhvisheshin këta rrugaç lakuriq, edhe gratë ktheheshin në rruga sepse nuk duronin dot nudizmin e këtyre kriminalëve të Saliut, dhe I masakruan pastaj edhe duke I rrahur, duke I bërë të tjera, po përsëri I humbën të dyja këto komuna në 93-shin. Dhe pikërisht kjo çoi pastaj që ai të bënte, domethënë të bënte vrasjen përfundimtare të votës lirë
në 26 maj të vitit 1996, kur e përgjaku gjithë Shqipërinë, që i vodhi, do më thënë, kutit e votimit, edhe hiqë ato që ishin pro të majtës asaj kohe, që të gjitha sondajet e nxirrin me një fitore mbi 60% Partinë Socialiste në 28 maj të vitit 96, ai arriti të nxjerrë 110% favor tij, sepse rrugaçët e tij nuk dinin as të numëronin e nuk dinin sa të fusnin aty në kutitë e votimit, flet të mbushura në zyrat e shikut edhe të Partisë Demokratike. Pra i vrau në 28 maj. Dhe shqiptarët i mbajnë mend jashtëzakonisht mirë këto. Shqiptarët mbajnë mend, domethënë prej Berishës dhe partisë tij, firmat piramidale, shpikja më kriminale për t'i vjedhur shqiptarët, dhe ishte Sali Berisha, i cili e ideoi firmat piramidale, thjesht dhe vetëm që të mbushte arkën e familjes vet, të partisë vet dhe të militantëve vet, me lek të grabitura popullit, me qëllim që sa herë të bëheshin zgjedhje, ai t'i fitonte ato. Dhe pikërisht to firma piramidale, me shpikjen e Sudes, dhe që Sudja ishte emri i përveçëm i Sali Berishës, me shpikjen e Gjallicës, këto firma piramidale pra, bën që në marsin e vitit 1997, Shqipërinë ai ta fusën në luftë civile, dhe jo vetëm i vodhi, po pastaja edhe rrëzoi shtetin, edhe hapi depot e armatimeve, edhe urdhëroi ushtrinë që të pushtonte jugun e Shqipërisë dhe popullin, edhe nxori listat e zeza për të ekzekutuar kush ishi kundërshtarët e tij politik, adhetar të vërtet, politikan të kalibrit të përgjegjshëm të këtij vendi, dhe realisht e bëri luftën civile, vrau 5.000 veta në 1997, dhe ai do mbahet mend për këtë, ai dhe partia e tij demokratike. Ai mbahet mend për grushtin e shtetit vitin 1998, ishte një maskarat nga më të tmerrshmet, kur autoriteti i Shqipërisë vajti në fund këmbë dhe gjithë bota tallësh me vendin ton, se si një forcë politike me Saliu në krye, merrte tanket e gardës edhe i mbante të sjellje e partisë si forcë armatosur kundër Shqipërisë dhe shqiptarëve të vet. Pra i mbahet mend edhe për këtë, sikurse do mbahet mend për Gërdecin, i cila ishte një vrasje nga më tragjike, 26 veta atje dhe plus 300 e ca invalid që shkaktoi për të mos përfshirë pastaj afro $1 miliard shkatërrim të shtëpive, të pasurive, të bizneseve, të atyre njerëzve, thjesht dhe vetëm që të pasuronte familjen e tij me një biznes korruptiv që bënte djali i tij, vajza e tij dhe gjithë pjesëtarët e familjes tij, me vendimet të Këshillit të Ministrave që nxirrte Saliu. Do ta mbajnë mend shqiptarët Partinë Demokratike dhe Sali Berishën për 21 janarin që vrau në bulevard 4 përfaqësues demonstrues të popullit, të cilët nuk vajtën atje për të rrëzuar Saliun, po vajtën atje për të luftuar korrupsionin e Ilir Metës edhe për t'i kërkuar, domethënë, qeverisë aktuale zgjedhje të lira dhe të ndershme që të bëheshin në vendin ton, dhe ai i vrau për këtë gjë, i ekzekutoi në zyrat e tij të kryeministrisë. Kështu që ai, domethënë, do mbahet mend për këto gjëra, sikurse do mbahet mend për vjedhjen e Floririt Krabës, një akt më makabër nuk ka ku të vej më, sepse ti t'jesh president i vendit edhe të vesh të urdhërosh bandën tënde kriminale të vjedhësh thesarin e shtetit tënd, ta grabisësh atë, dhe pastaja mbasi e vodhe vetë, i dhe dorë të lirë edhe ati që ishte kryeministër pas teje, edhe që Ilir Metës, dhe vajti vodhe e gjysmën tjetër ai, edhe dorën t'ja hidhni pastaj njëri tjetrin, dhe thesari i shtetit ngeli bosh, atje Floriri i Shqipërisë u grabit në këta grabitca, apo për privatizimet që janë bërë, duke filluar me Alpetrolin, me hidrocentralet e këtij vendi, me Armon e të tjera, të cilat kanë sjell pasojat jashtëzakonshme ekonomisë vendit, do mbahet mend për krimin nga më makabër që bëri nga ana tjetër me fabrikat, me uzinat,
e këtij vendi ishin 500 e ca, jo pak, dhe të gjitha i beri për skrap, ose u dha militantëve të vetë për dhjam qeni, thot populli, pra u dha thjesht dhe vetë për militantizëm atyre. Këtë dem të madh që ai ka bërë Shqipërisë. Shqipëria nuk e psoi gjatë luftës dytë botërore, nuk pati kaq shumë deme. Thjesht dhe vetëm se ai erdhi në krye të Partisë Demokratike dhe në krye të shtetit shqiptar si një misionar serb dhe ashtu ngeli gjithë jetën e tij. Përjedhoi këtë fund do kishte. Kështu që shqiptarët tashmë aq më shumë kur ai për krime të rënda që ka bërë ndaj vendit, për korrupsion të lartë shtetëror, për hyrje nga më flagrantet në sistemin e drejtësisë dhe për kapjen e sistemit drejtësisë, duke dhënë ndërkem për llogarit familjes të tij dhe të militantëve të tij, si dhe për korrupsion të lartë shtetëror, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e shpallën non grata. Britania e Madhe e shpalli non grata dhe ja tha këto akuza nga më të rëndat dhe shqip dhe prer ju tha që sa t'jetë jeta edhe sikur të fitosh ti qeverinë nuk do kemi punë me qeverinë tënde. Kështu që në këto kushte këmbgulja e tij, vendosmëria e tij për të mos u tërhequr nga Partia Demokratike, por duke mbajtur atë peng të familjes të tij dhe të organizatës të tij kriminale që i ka vënë në shërbim pra partinë të kësaj organizate kriminale dhe të familjes të tij mafioze kriminale, të tëra këto ishin shkaqet që çuan në këtë humbje katastrofale të tij dhe që tashmë, domethënë, ai me non gratën ishte i vdekur, pra vdik, por ishte i pakallur në varr. 11 maj, është i përfundimisht atë edhe e kalli, domethënë edhe kemi të bëjmë me një kufom tashmë që rron kot dhe vjen vërdall kot. Avokat, kush janë ato figura politike të Partisë Demokratike që mund ta marrë drejtimin e kësaj partie? Është një parti e infektuar, një parti që nuk bëhet me. Një parti e cila do të ketë, nëse do të mundohen që ta mbajnë të tillën, kushdo që të vi, nuk do ta heqë dot barrën e tmerrshme edhe ndjesinë famëkeqe, ëndrrën e keqe të shqiptarëve që u ka kallur datën pra të atë ngarkesë që kanë për Sali Berishën. Ajo është një parti e Sali Berishës dhe përjedhoi vdekja e tij sjell edhe vdekjen e vet Partisë Demokratike. Ju do shikoni edhe parlament, kush do vinë parlament nga ajo parti. Në rast se Partia Socialiste do sjelli deputet, figura intelektuale, njerëz që kanë mbaruar studimet në perëndim me një background të mrekullueshëm në çdo aspekt, edhe që kanë që japin Shqipërisë, kanë që japin atë dheu tyre. Në krahun tjetër ne do të shikojmë që do vinë si deputet një organizatë kriminale do futet në parlamentin e Shqipërisë. Do vinë Flamur Noka, do vinë Sali Berisha, do vinë banda tjera të tyre, Tritan Sheu, do vinë Tritan Sheu si vazhduesi i krimit të trafikut të armëve dhe karburantëve në favor të Serbisë me biznesin e tija të famshëm shoqërinë Shqiponja. Do vinë edhe mjaft deputet tjerë, pra në parlament do futen këta që janë në një mënyrë në një tjetrën, o u ka filluar çështja penale dhe janë për të gjykuar dhe për të dënuar, ose kanë bërë afera nga më të rëndat korruptive dhe që në vijim spak do u hedhi dorën në qafë dhe ne do të shikoj që nga 53-54 deputet që mund të fusi në parlamentin e ardhshëm, pra në këtë parlament që i vullosi vullneti i popullit më dje në 11 maj, ne na 54 deputet do shikojmë do ngelen, a nuk do ngelen 20, sepse 30 e sa të tjerë ne do t'i kemi pas hekurave të burgut, sepse kanë bërë krime të ndryshme, edhe korrupsion të paimagjinueshëm. Kështu që në këtë drejtim nuk shoh dritë në fund tunelit për një lloj perspektive
edhe ringritje të kësaj partije. Ka ardhur momenti që një organizim i ri duhet, ata element që nuk janë njollosur, nuk kanë marrë nga llumi dhe nga ndyrësira e krijuar prej vitesh, prej Sali Berishës dhe bandës tij që ka sunduar këtë parti, pra ata kanë jashtëzakonisht të vështirë edhe që ta pastrojnë faktikisht këtë ngarkesë të keqe, por nga ana tjetër pasaj dhe për të bërë diçka që do t'jetë në interes të Shqipërisë dhe të shqiptarëve. Nuk bëhet kjo as me Albana Vokshin, edhe me korrupsionin e saj të lartë shtetëror që ka grabitur naftën atje të Visokës e të Ballshit e tjera për intereset e familjes saj, apo grabitës të tjerë në çdo cep e anë të pasurive kombëtare të Shqipërisë dhe që në një farë mënyre i kanë bërë rushe kumblla. Nuk shot ardhme tek ajo parti. Avokat, shumë faleminderit për intervistë. Faleminderit për ju.